s'kam me çaj kjo unë, do të vija unë atë, po s'kam me çaj. Do vish për ditë këti? Po, është e parë këtu në bashki që i përgjigjem thirrjes për durim vullnetar. Kam dhënë përpara gjatë, domethënë është ndjesia më e bukur në botë, le të themi, se vetëm ideja dhe domethënë gjëja që ti po ndihmon, le të themi, dhe po shpëton jetë edhe po ndihmon dikë që është realisht në nevojë, është diçka që të bën ty të ndihesh mirë dhe sa më të motivuar për ta kryer këtë proces. Jam përgjigjur thirrjes së Bankës Gjakut edhe patjetër organizimit të Bashkisë Lushnjë për të dhënë gjak. Dhe ishte një eksperiencë shumë e bukur. Ke një mesazh për të tjerët që duhet durojnë? Ideja është që të gjithë duhet durojnë gjak. Kjo është për të mirën tonë, është për të mirën e njerëzimit, nuk i dihet jetës si vjen. Gjithë secili duhet të japë një kontribut sado të vogël për të gjithë njerëzit e tjerë. Në Bashkinë e Lushnjës. Atëherë, ne sot jemi organizuar në bashkëpunim Banka e Gjakut në Bashkinë e Lushnjës për të kryer një sesion dhurimi gjaku, që kjo gjë është bërë traditë tashmë në Bashkinë e Lushnjës çdo vit, në ndihmë të fëmijëve talasemik, pasi Lushnja njihet si nga zonat e prekura për hemoglobinopati, duke përfshirë talasemi, drepanocitozën dhe sëmundje të tjera, të cilat kanë nevojë për transfuzion gjaku, dhe kjo është jetike për pacientët tanë. Është e mjaftueshme sasia e gjakut që vjen në bankën tuaj për të përgjigjur kërkesave për talasemikët? Atëherë, dhurimi i gjakut është jetik dhe Banka e Gjakut të Lushnjës nuk mbulon vetëm talasemikët, por mbulohen edhe në rast aksidenti që shpëtohen jetë dhe ka nevojë për gjak në raste të ndërhyrjeve kirurgjikale, kështu që çdo njësi gjaku është e vlefshme dhe shumë e çmuar për ne. Po numri i personave talasemik që marrin trajtim në Bankën e Gjakut, si është nga viti në vit, në rritje apo në ulje? Nga viti në vit është në ulje, ne nuk kemi raste të reja, por vazhdon po i njëjti, domethënë të njëjtët pacient, ne mbulojmë gjithë zonën e jugut, mbulohet zona e Fierit, e Beratit, dhe gjithë jugu, Vlora, që vinë dhe transfuzohen te ne. Ke një mesazh në fund për durimet vullnetare? Atëherë unë do ftoja çdo njeri nga mosha 18 deri në 65 vjeç që është i shëndetshëm, që gëzon shëndet të plotë, sepse dhurimi i gjakut jo çdo kush mund ta bëj dhe është fat që të dhuroj gjak. Kështu që çdo person që është i shëndetshëm dhe ndihet mirë, është i mirëpritur që të na bashkohet në çdo kohë pranë Bankës së Gjakut për të dhuruar gjak, sepse është një akt human që realisht shpëton jetë. Në Bashkinë e Lushnjës. Atëherë, ne sot jemi organizuar në bashkëpunim Banka e Gjakut në Bashkinë e Lushnjës për të kryer një sesion dhurimi gjaku, që kjo gjë është bërë traditë tashmë në Bashkinë e Lushnjës çdo vit, në ndihmë të fëmijëve talasemik, pasi Lushnja njihet si nga zonat e prekura për hemoglobinopati, duke përfshirë talasemi, drepanocitozën dhe sëmundje të tjera, të cilat kanë nevojë për transfuzion gjaku, dhe kjo është jetike për pacientët tanë. Është e mjaftueshme sasia e gjakut që vjen në bankën tuaj për të përgjigjur kërkesave për talasemikët? Atëherë, dhurimi i gjakut është jetik dhe Banka e Gjakut të Lushnjës nuk mbulon vetëm talasemikët, por mbulohen edhe në rast aksidenti që shpëtohen jetë dhe ka nevojë për gjak në raste të ndërhyrjeve kirurgjikale, kështu që çdo njësi gjaku është e vlefshme dhe shumë e çmuar për ne. Po numri i personave talasemik që marrin trajtim në Bankën e Gjakut, si është nga viti në vit, në rritje apo në ulje? Nga viti në vit është në ulje, ne nuk kemi raste të reja, por vazhdon po i njëjti, domethënë të njëjtët pacient, ne mbulojmë gjithë zonën e jugut, mbulohet zona e Fierit, e Beratit, dhe gjithë jugu, Vlora, që vinë dhe transfuzohen te ne. Ke një mesazh në fund për durimet vullnetare? Atëherë unë do ftoja çdo njeri nga mosha 18 deri në 65 vjeç që është i shëndetshëm, që gëzon shëndet të plotë, sepse dhurimi i gjakut jo çdo kush mund ta bëj dhe është fat që të dhuroj gjak. Kështu që çdo person që është i shëndetshëm dhe ndihet mirë, është i mirëpritur që të na bashkohet në çdo kohë pranë Bankës së Gjakut për të dhuruar gjak, sepse është një akt human që realisht shpëton jetë.
Tamam. Çek bir bol. O ses geliyor. Hadi Tula. Ağzını soyun. Bashkë kam zero negative, kam të mirë. Po, jo të mirë, po që ta kemi parasysh. Majtë më drejt. Kam vështirë shumë. Vetë tonë kamerë aty. Largohet.